Maska me kos për fytyrë perfekte dhe parudha, ja si ta përgatisni. Kosi është i përbërë nga shumë vitamina dhe minerale që ushqejnë dhe rigjallërojnë lëkurën. Nëse keni lëkurë problematike dhe me akne, përdorni këtë maskë të mrekullueshme nga ky produkt që ju ndihmon në pastrimin e shpejtë të lëkurës. Kosi ka veti antibakteriale të cilat ndihmojnë në eliminimin e të gjitha puçrave, njollave dhe papastërtive të cilat gjenden në lëkurë. Kjo recetë është shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe shumë ndihmuese gjithashtu. Përbërësit janë një lugë kos, një lugë mjalt, një lugë tërshër. Kombinoni të gjithë përbërësit në një enë të vogël dhe përzijeni mirë ato. Aplikoni një shtresë të trashë në fytyrën tuaj dhe lëreni të qëndrojë për 15 minuta. Shpëlajini fytyrën me ujë të vakët dhe pastaj thani fytyrën me peshqir.